Në mars të 2026, pra llogariteni nga fundi 2024, është paraqitur një projekt krejt tjetër, i rikonceptuar me një qasje tërësisht ndryshe, projektuese, zhvillimore, mjedisore. Dhe Këshilli Kombëtar i Territorit, pra tregtarët që për emrin tim për llogarinë time shesin Shqipërinë, nuk e kanë miratuar të gjithin ashtu siç e kanë paraqitur subjekti zhvillues, por ka vendosur kushte përsëri të shkruar janë me shkrim dhe kufizime konkrete për vijimin e projektit. E para është e shkruar: projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie në kadastër dhe në asnjë pronë tjetër të kontestuar ose që mund të rezultojë për momentin cop shtet. Është e shkruar. Laguna nuk preket. Është e shkruar. Dhe zhvillimi nuk mund të përfshijë marin. Është e shkruar. Kishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Dhe për marinën është kërkuar që të hartohet më pas një projekti detajuar dhe konsultim me të gjithë autoritetet përgjegjëse për mjedisin, burimet ujore, trashëgim kulturor, infrastrukturën, dhe vetëm pasi të jetë parë projekti tjetër në tërësi. Nuk po ju them që investitorët thonë nuk e kemi pritur kurrë që në Shqipëri shteti do jetë kaq rigoros. Edhe pse ata kryesorët nga Shtetet Bashkuara që ditën e parë që jemi takuar më kanë thënë çdo gjë sipas librit të ligjit, asgjë jashtë librit të ligjit. Nuk kemi ardhur në Shqipëri të importojmë barsaleta edhe të importojmë filma për veten, se boll kemi ardhur në Shqipëri të bëjmë një investim për Shqipërinë, për ne dhe për Europën. Përcaktimi i brezit mbrojtës. Flas për vendimin, është i shkruar këtu. Pra, projekti duhet të konsideroj dhe të respektoj një brez mbrojtës nga vija bregdetare e lagunës, e cila do të përcaktohet pas përfundimit studimit nga studia ndërkombëtare mjedisore dhe pas koordinimit nga autoritetet përgjegjëse. Kjo distancë duhet të ruaj peizazhin natyror, cilësinë e habitatit dhe të garantoj proceset ekologjike karakteristike të zonës. Është e shkruar, nuk është shkruar këto ditë, kur ju shkruanit që unë po shes Shqipërinë dhe po ju tradhtoj juve, po është e shkruar përpara, kur ka ardhur kompania dhe është përballur me të gjitha vërejtjet dhe me vendimin e radhës për t'ju kthyer mbrapsht për të përmirësuar projektin. Këshilli Kombëtar i Territorit ka kërkuar ngritjen e një grupi pune ndërinstitucional për të siguruar zbatimin e kushteve dhe kriteret të zhvillimit brenda zonës së mbrojtur. Leja e infrastrukturës në prill 2026 është dhënë për realizimin e rrugkalimeve të nevojshme për vendosjen e pajisjeve të përkohshme që do të përdoren për studimin e biodiversitetit, ujit dhe lagunës. A kuptoni tani? Do me thënë, ka nevojë për rrugkalime për të vendosur pajisje që do bëjnë studimin e biodiversitetit, të ujit, lagunës. Sepse si thash paralelisht me arkitektit punon një studio prestigjioze e mjedisit. Dhe për këtë arsye u dha leja
u bë rrethimi dhe makinerit u morën me gur. U morën me gur. Pa kuptuar se çfarë po ndodh dhe për çfarë po bëhet. Pasurit objekt zhvillimi janë pronë private. Si pas dokumentacionit, pasurit objekt zhvillimi përfshin vetëm prona private. Të gjitha rezultojnë në pronësi të shoqërisë Albania Land Development. Ndërsa, struktura e pronësisë së shoqërisë, shoqëria Albania Land Development, ka si ortak vetëm shoqërinë Sazan Holding. Tani, edhe njerë, e thash më para, një çmenduri totale ajo futja e urrejtjes për ebrejt dhe shfrytëzimi i dhimbjes gazës nga ata që i thonë vetes musliman, po janë pa din dhe pa iman, duke ju thënë shqiptarëve që po vinë izraelitët të marrin tokën, ju thash që aty janë ata që dim dhe janë dy bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari, një nga fuqitë më të mëdha të lindjes mesme. Një holding që zotron kompani në fushat ndryshme dhe që portofolin e turizmit e ka ndër më të shkëlqyerit në botë. Futuni, klikoni powerholding.com. Shkoni tek kompania Assets, që është dhe pjesë prap këtu e regjistruar, dhe do shikoni se kush po vjen në Shqipëri të shkatroj mjedisin, të vrasi pelikanët dhe të sjellë palestinezët. Dhe po ju them dhe këtë, sot që flasim, investitorët kanë marrëveshje me Aman Hotel, Cheval Blanc, është brandi më ekskluziv sot i cili është në Paris, është në Venecia, do vitet në Vlorë. Nëse së bashku do t'ja u sigurojmë mirëseardhjen. Nëse do vazhdoni dhe ca ditë kështu, atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragjedia e Port of Montenegros, po në përmasa të kësaj kohe.